ëndrës tonë historike dhe aspiratës tonë për të qenë pjesë e familjes tonë natyrale, rrënjve tona, familjes europiane, ne po shpresojmë që në 2 vitet e ardhshme të përmbyllim procesin e negociatave teknike me Bashkimin Evropian dhe brenda kësaj dekade të jemi antar me të drejtat barabarta të kësaj familje, pjesë e cilës ndihemi dhe pjesë e cilës jemi. Dhe shpejti do jemi me të gjitha standardet dhe me të gjitha përfitimet dhe detyrimet që ka ky proces. Dua shumë shkurt të përmend të 4 bashkitë e qarkut. Në Kamës, ku ne kemi bërë një ndryshim rrënjësor, një ndryshim epokal, një rilindje të asaj bashkie e cila ishte harruar, ishte vetëm një bastion i Partisë Demokratike, ku mjaftonte ngjyra blu e bulevardit dhe mjaftonte 2 gishtat lart, mjaftonte marrja e votës pa u dhënë kur gjë mbrapsht atyre komuniteteve, atyre djemve dhe vajzave që janë rritur buskanaleve, ku as kanalizime, as ujë, as shkolla, as kopshte, as qerte dhe as gjë tjetër nuk kanë mbar mbrapsht nga partia cilën e kanë votuar me vite. Fal punës së kryetarit të bashkisë, ekipit tim, mbështetjes që ka dhënë personalisht Edi Rama dhe qeveria jonë në transformimin, jo vetëm të infrastrukturës arsimore, po të infrastrukturës në tërësi, të shërbimeve në atë bashkinë, sot u shkojmë ballart edhe koklar qytetarëve për t'ju kërkuar votën në bashkinë e Kamzës dhe përveç Linditës, kryetares, se për mua do jetë gjithmonë kryetare e kuvendit, deputetes ton aty, që është aq e dedikuar dhe aq pranë qytetarëve, na kanë bashkuar edhe doktor Halil Koloshi, që është një doktor i palodhur në zonën e Bathores, që ju ka shërbyer të gjithëve pas një dallim dhe që në kohën e pandemisë u zgjendur pranë të gjithëve, vazhdon sot të gjendet pranë atij komuniteti. Kemi Sofika Leshin, që është një piktore dhe mësuese e dedikuar, ku fëmijët e Kamzës, jo vetëm shkollën ku ajo jep mësinë, por edhe në studion e saj private, gjejnë te ajo një mentore dhe një mësuese shumë pranë tyre dhe përfaqëson një komunitet të madh në zonën e Kamzës, do mbuloj edhe Laknasin. Kemi Casey Elezin, që është lindur dhe rritur në babru të Paskuqanit dhe ajo është një dëshmitare, duke qenë shumë e re, një ekonomiste e re, ende vazhdon studimet në Universitetin e Tiranës, është dëshmitare e transformimeve rrënjësore në atë zonë në Paskuqan si në të gjithë Kamzën. Unë jam shumë besim plot që ne në Kamës do marrim një rezultat fantastik sepse kemi punuar me njerëzit dhe për njerëzit. Në bashkinë e Kavajës duat përmend atë që s'ka nevojë për prezantim, Pandeli Majkon, ish kryeministër, por jo vetëm një deputet i cili kudo shkon vë veten, vë njerëzillëkun brenda tij, por dhe eksperiencën e tij të gjatë politike në dispozicion të komuniteteve dhe bëhet njësh me ta. Ashtu siç dua edhe të mos lë pa përmendur të rinjt aty që janë në fakt dje me vajzat të asaj zone, Ilva Gjuzi, që është në listën tonë të mbyllur, por unë jam e sigurt që do punoj e do vrapoj njësoj sikur të ishte në listën tonë të hapur për të siguruar vota, jo vetëm Golem, po kudo tjetër në Kavajën Rogozhin për Partinë Socialiste. Dua të përmend Eldian Çepelin, një djalë të Kavajës, qytetar, i cili i është bashkuar ekipit dhe jam e sigurt që do sjell një vlerë të shtuar sepse vjen nga familje qytetare me vlera aty dhe me kontribute në komunitet. Dhe e fundit, po jo për nga rëndësia, Antonela Dedej, që është nënkryetaria jonë e bashkisë Rogozhin, njeri familjarisht me kontribute në bashkinë e Kavajës, një nën e dedikuar edhe një aktiviste shumë e mirë. Në Vorë, sigurisht, Ornaldo është deputeti ynë aty dhe do vazhdoj të japi kontributin e tij shumë fort për një bashki e cila dhe ajo është duke u rilindur dhe transformimet aty janë të dukshme. Nuk ka nevojë për fjalë të tjera, sepse ajo që ne kemi sot përballë
është sfida jon historike për t'i dhënë mandatin e 4 Partisë Socialiste për ta çuar Shqipërinë aty ku e ka vendin dhe aty ku meriton, në Bashkimin Evropian dhe për të vazhduar transformimin dhe modernizimin e këtij vendi që e duam aq shumë. Nuk mund ta lëm në dorët atyre që dhe partinë e tyre kur e patën në dorë nuk e trajtuan as me dinjitetin që i takon një partie politike që ka kontribute ndër vite në Partinë Socialiste, por ju sulën edhe njëri tjetrit me qysqi me armë të ftota në selin e Partisë Socialiste, Partisë Demokratike, që duhet ishte në fakt përfaqësimi i atyre që mendojnë ndryshe, por është kthyer sot vetëm në një bunker të atyre që janë gjithmonë të njëjtët. E njëjta listë e 2030-ës merrni me radhë zgjedhjet në Partinë Demokratike, do shihni të njëjtën listë që nuk mund t'i sjellë asgjë Shqipërisë, po vetëm siguron mbrojtjen për një familje të vetme në Shqipëri. Ne do vazhdojmë përpara dhe jam e sigurt me ju, me gjithë ata që na mbështesin, me koordinatorët e Partisë Socialiste, me të deleguarit, me aktivistët tanë, po edhe me ata që besojnë te Shqipëria Evropiane, doja dalim të marrim fitoren më të madhe që ka marrë ndonjëherë Partia Socialiste me Edi Ramën kryeministër, sigurisht. Fjalën e ka kryetari i Partisë Edi Rama.